Ekipi vllaznisë ka zhvilluar miqësorën e parë serioze në kuadër të përgatitjeve për pjesëmarrjen në Conference League. Ndeshja u luajt në Tuzë të Malit të Zi përballë skuadrës vendese Deqiq, që gjithashtu do të jetë pjesëmarrëse në këtë kompeticion evropian. Përballja përfundoi me fitoren minimale 1-0 të vendasve. Trajneri kuqeblu Edi Martini nisi sfidën me Çarrin në port, ndërsa në mbrojtje aktivizoi Pusin, Yazgjin dhe Bajramin. Mes fusha përbëhej nga Kruja, Hakaj, Krymi dhe Sala, ndërsa sulmi ju besua Delajt, Dodajt dhe Balajt. Në pjesën e dytë u kryen zëvendësime të shumta për të testuar të gjithë kontingjentin. Pikërisht në momentin kur shkodranet kishin marrë kontrollin e lojës, erdhi goli vetëm i takimit që i dha fitoren ekipit të Deqiqit. Megjithatë, trajneri Martini u shfaq mjaft pozitiv pas sfidës. Super kënaqur, se ka një kanë bërë një super ndeshje sot. Dhe me thonë nuk e kam prit, me thonë drejtë që t'jenë në këtë nivel, pavarësisht se disa lojtarë s'kan gjendjen e tyre optimale, jo e po që formacioni ishte midis parës së dytës kishte ndryshim, nuk kishin futur njëjtë lojtar. Po lojtarët e përgjigjen shumë mirë, sidomos ndryshimit skemës, duhet në presing, e dominum lojën, po them, nga fillimi deri në fund, rezultati s'ka rëndësi. Sinqerisht nuk ka tash një rëndësi fitoria, rëndësi e madhe ke bën me bani ndeshje miqësore, me bani ndeshje bukur. Tash fitoria mundet ta nej ose knej, por nuk ka tepër rëndësi fitoria për si fitore. Ndeshja që e bukur, duket që Vllaznia kitë disa pika që disa kuj mungon, por mendoj që ka me bërë Vllaznia një ekip mirë. Vllaznia pritet të zhvillojë edhe një miqësore tjetër të shtunën, përpara se të nisë fazën përgatitore jashtë vendit. Me shumë mundësi destinacioni do të jetë Slovenia.